Stina e pranverës në Gjirokastër ka rikthyer lëvizjen e turistëve si dhe kërkesat për punime tradicionale. Tashmë suveniret e realizuara me mjeshtëri nga artizanët janë të preferuarat për turistët, ndërsa i marrin si kujtim nga vizita në qytetin e Gurt. Panajëret e traditës të çelura së fundmi në Gjirokastër po promovojnë vlerat e artizanit dhe zejeve si pika të forta për tërheqjen e turistëve. Pjesëmarrësit i cilësojnë të domosdoshme aktivitetet të tilla dhe përnjohjen e traditave nga të rinjt. Ka punime me qëndisje, punime me piktura të ndryshme, kolazhe dhe gjëra të tjera. Kam kohë që na fëmijëria jemi mësuar se jemi rritur me gjyshe normale dhe kemi pasion këtë. Po kohët e fundit të rinj nuk e duan këtë zanat, nuk e duan këtë punë. Dhe s'pa vitesh, edhe ndjek kënaqësi, puna nuk është asnjëherë turp. Dhe të ndjep kënaqësi për veten tënde, pavarësisht që nuk vlerësohet, por mua më jep kënaqësi. Përgjatë stinës së pranverës, Gjirokastra synon të mirëpres një numër të lartë turistësh, ndërsa ky sektor është ndruar në promotorin e ekonomisë lokale.